Welcome to the weekly press briefing of the Kosovo Specialist Chambers. Informimin where javor. we aim to Mirë provide se vini journalists në informimin with javor të updates on dhomave the të latest specializuara developments të at the Kosovës, courts ku and the synojmë të opportunity to ofrojmë ask gazetarëve questions. informacion të përditësuar mbi zhvillimet In e the fundit trial në of Hashim gjykatë dhe Thaçi, mundësinë për të bërë Bashkim pyetje. Smakaj, Në Isnik Gilaj, gjykimin e Hashim Fadil Thaçit, Fazliu, Bashkim and Smakajt, Hayreddin Isnik on the Gilajt, alleged Fadil illegal Fasliut dhe influencing of Hayreddin Kuçit, witnesses, në lidhje the me single pretendimet trial për judge ndikim issued të a new paligjshëm order ndaj on the further dëshmitarëve, conduct of gjykatësi i vetëm më proceedings on the 8 8th of korrik July. nxori një urdhër të ri për Following the zhvillimin admission e of the mëtejshëm expert të evidence gjykimit. of witness Pas 8, pranimit të and dëshmisë pursuant ekspert të to an dëshmitarit earlier 8, decision në of the vijim Court të of një Appeals vendimi të panel, mëparshëm të the judge të panelit instructed të the gjykatës defense to apelit, notify the courts gjykatësi by the urdhëroi 15th of mbrojtjen të July njoftonte gjykatën whether it deri me intends to 15 present korrik any nëse additional synonte evidence të in paraqiste response prova to witness shtesë 8's në testimony. përgjigje ndaj dëshmisë dëshmitarit Should the 8. defense not seek to present any Në qoftë se additional mbrojtja nuk do të evidence, the paraqes single trial judge prova shtesë, indicated that he gjykatësi i intends to vetëm close informoi the se evidentiary synon të mbyll proceedings fazën on the e 16th of paraqitjes së July, provave më 16 2026, korrik and invite the 2026 parties to dhe file të their ftoi final trial palët briefs që të dorëzojnë by the dosjet 22nd gjyqësore of July përfundimtare deri më and their reply 22 briefs korrik, by the 5th of August, ndërsa dosjet e kundër 2026. përgjigjeve deri më 5 gusht 2026. On the 2nd of July, the Më KSC 2 korrik, president assigned a panel kryetarja of e the Specialist DSK-s Chamber of the caktoi Constitutional Court panelin e dhomës së gjykatës kushtetuese për të vendosur lidhur me kërkesën referuese që do të dorëzohet nga Pjetër Shala. Më 3 korrik, paneli miratoi pjesërisht kërkesën e zotit Shala për zgjatjen e afatit për dorëzimin e kërkesës referuese dhe urdhëroi që kërkesa të dorëzohet deri më 15 shtator 2026. Kërkesa referuese ka të bëjë me urdhrin për shdëmtim të lëshuar nga trupi gjykues i parë për viktimat e krimeve për cilat zoti Shala u shpall fajtor në korrik 2024. Për rikujtes, trupi gjykues konstatoi se prokurori i specializuar kishte vërtetuar jashtë dyshimit të arsyeshëm se zoti Shala kishte kryer krimet e luftës së ndalimit arbitrar dhe torturës kundër të ndaluarve në një vend në një veri të Shqipërisë në vitin 1999 dhe se kishte marrë pjesë në vrasjen e një të ndaluari. Çështja lidhej me krime të kryera në fabrikën e metalit në Kukës që përdorej nga antar të ushtrisë shkrimtarëve të Kosovës. Viktimat, që ishin kryesisht shqiptar, u arrestuan dhe u ndaluan me akuzën se ishin tradhtar ose bashkëpunëtor. Ata u mbajtën në mënyrë të paligjshme në dhoma të kyçura në kushte poshtruese dhe abuzuese. Provat treguan se viktimat e ndaluara u torturuan në mënyrë të paligjshme, u torturuan rënd fizikisht, u keq trajtuan psikologjikisht, u mbajtën në kushte ndalimi poshtruese dhe pësuan lëndime fizike dhe trauma afatgjata. Të ndaluarit u keq trajtuan fizikisht dhe psikologjikisht nga antarë të ndryshëm të UÇK-s, përfshirë nga zoti Shala. Gjatë marrjes në pyetje, antarët e UÇK-s i rahën të ndaluarit me shkopinj gome dhe shkopinj bejsbolli në të gjithë trupin. I shkelmuan, i gjuajtën me grushte, i pren me thika, i dogjën me cigare dhe u hodhën krip në plak. Disa prej të ndaluarve u qelluan edhe me armë zjarri. Keq trajtimi i la me mavjosje, të mbuluar me gjak dhe të pamundur të qëndronin në këmbë ose i bën të humnin vetëdijen. Trupi gjykues e shpalli fajtor zotin Shala për ndalim arbitrar, torturë dhe vrasje paligjshme si krime lufte dhe dënoi me 18 vjet burgim. Paneli i gjykatës së apelit e uli dënimin e zotit Shala në 13 vjet burgim. Dhomat e specializuara vijojnë këtë javë me publikimin e serisë videove, vështrim mbi mandatin dhe punën e dhomave të specializuara, ku trajtohen drejt për drejt pyetje e bëra më shpesh. Temat dhe pyetjet e trajtuara në 10 videot e publikuara deri tani përfshin fjalën hyrëse nga kryetarja e dhomave të specializuara, përgjigjen për pyetjen pse nuk trajtohen DSK-ja çdo krim, paraburgimin dhe lirimin me kusht, përfshirë informacion për rastet kur është miratuar lirimi me kusht, standardet e gjykimit të drejtë dhe të drejtat e akuzuarve, vizitat humanitare, mbikëqyrjen dhe llogaridhënien,
transparencën, evidence and witness testimony, provat dhe dëshmitë e and dëshmitarëve individual criminal dhe responsibility. përgjegjësinë penale individuale. The latest video published Videoja yesterday më e fundit e explores botuar how the dje independence, tregon se si impartiality, garantohet professionalism pavarësia, of the panshmëria dhe is profesionalizmi i ensured, gjykatësve të dhomave including të through the specializuara, selection process ndër të and tjera through the përmes code of procesit të judicial përzgjedhjes ethics. dhe kodit të etikës gjyqësore. An online library of these videos can be Këto accessed video mund të in gjeten Albanian, në Serbian, faqen or e English internetit through a të window at the dhomave top of the specializuara në KOC shqipe, serbishe homepage, ose anglisht përmes një and they can drejtarie be në viewed krye të from the faqes court's kryesore YouTube, të X, dhomave and të specializuara, si dhe mund të shihen në kanalet e gjykatës në YouTube, X ose Instagram.